lavdit përjetshme dëshmorëve tanë. Kuvendi i Shqipërisë gjithashtu sot shpreh ngushëllimet më të sinqerta për ndarjen nga jeta të ish-deputetit Tomor Dosti. Zoti Dosti ka qenë deputet në 2 legjislatura, si një nga drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike. Gjatë angazhimit të tij politik ai ka kontribuar në debatet dhe zhvillimet politike në Shqipëri, ka qenë pjesë aktive e jetës institucionale dhe juridike të vendit. Në shenjë respekti dhe nderimi për jetën dhe veprën e tij, ju ftoj të ngrihemi dhe të mbajmë 1 minutë heshtje. I paruar qoftë kujtimi i tij. Në bazë të nenit 30 të rregullores, ju bëj të njohur rendin e ditës për seancën e sotme plenare. Pika e parë, meratimi për zverbalit